Ka shumë persona që kërkojnë ndihmë. Ka shumë persona që ju pëlqejnë të rinë në rolin e viktimës, që të marrin energji nga ty, të marrin dashuri dhe pranimin. Dhe unë si terapiste e kam parë dhe shikoj për dita këto role. Më parë, hynja dhe unë atë rolin e shpëtimtares, por argjonja energjinë time dhe universi më jep të suplaka të ndryshme që unë të ndalonja të ndihmonja njerëzit. Prandaj që tani e tutje kam filluar të zgjedh këtu e shumë kohë ku e argjoj energjinë time. Rezultatet janë shumë të bukura dhe shumë të mira. Dhe dua të them ty që më shikon, më dëgjon. Do kesh rezultate, do kesh ato që kërkon, vetëm kur je gati që ti jesh i pari e para për veten tënde, të japësh rëndësi. Mos argjoni energjinë tuaj me njerëz që nuk e meritojnë të jenë pranë jush, të meritojnë më mirë të jesh vetë, se sa të jesh me persona që të marrin atë energji. Dhe këtu dua t'ju them një histori të vogël. Një nga këto ditë u takova në një takim që kërkojnë të mendojnë si punoj unë dhe a mund të ndihmoj me një person që kishte depresion të rëndë dhe merrte dhe ilaçe. Dhe kur erdhi puna që sqarova si punoj, dhe e kam thënë dhe në për video mund të shikoni, më kundërshtonte mënyrën që si të fillonte. Dhe i thash, më vjen keq, por nuk je gati të punoj. Herë tjetër, mbase do ta kisha bërë atë gabimin dhe të fillonja. Por unë nuk dua të marr lek pa rezultate. Ose nuk dua që kur personi t'jetë gati, merita është e njëjtë, por do ketë rezultate. Dhe kur e arrijmë atë momentin që jemi gati, personat që punojnë me mua janë ata që bjejnë në fund dhe i thonë vetes mjaft deri këtu. Çdo person, dhe ti që më dëgjon, çfarë do që ke kaluar dhe kalon, në qoftë se si e gati të thuash mjaft deri këtu, ke mësime të tjera për të marrë. Dhe unë nuk jam ajo shpëtimtare që mund të shpëtoj dhe të dëmtoj energjinë time. Prandaj, për ty që je gati vërtet, të them që ke rezultate 100% të ndryshosh jetën tënde, por vetëm kur ti ta marrësh seriozisht. Gjëja e parë dhe kam thënë gjithmonë, që filloj me një person është analiza artës të kodeve të dritës, vetëm e ditën e ditëlindjes. Të mësosh dhe të kujtosh si shpirt kush je, pse erdhe në këto, pse i ke kaluar këto, dhe t'ju thuash ndalë. Në bazë të asaj fillojmë dhe punojmë. Mbyllim një paketë 5 seanca që punojmë njërë në javë dhe mbas 5 javë jam e bindur që do kesh rezultate, sepse dhe këto 5 seanca punojnë të paktën për 6 muaj. Më pas je i gatshëm e gatshme të hysh në grupe dhe të punosh me Akademinë e Dritës me programe 21 ditore në grupe të ndryshme nga afër ose nga larg për gjithçka. Prandaj, në qoftë se dhe ti ke nevojë për një ndryshim në jetën tënde, mund ta bësh vetëm kur ti të marrësh vendimin. Ju dua shumë, ju përshëndes.